Në mbledhjen e fundit, qeveria përcaktoi referencat që do të aplikohen për strukturat akomoduese, duke filluar nga ky sezon turistik. Sipas vendimit, niveli minimal i shfrytëzimit të njësive akomoduese është 65% gjatë pranverë-verës dhe 30% gjatë muajve të tjerë të vitit. Por grupet e interesit e kundërshtojnë caktimin e referencës, duke shpjeguar se informaliteti i industrisë nuk luftohet kështu. Ti ke vendosur një sistem self-care që kontrollon në moment prodhimin e faturave. Ke një detyrim ligjor nga BE-ja që nga viti 2019, ligji Elan, që detyron motorët e shitjes të informojnë bashkitë apo zyrat e tatimeve për të gjithë xhiron e apartamenteve apo vilave që kalon nëpërmjet tyre subjekteve që ti nuk shet dot, po se nuk do jesh i publikuar në këto motor shitjes sot. Pra është më e thjeshtë për ta kapur problemin në këtë lloj forme. Për të formalizuar çdo strukturë akomoduese dhe për të vjelë më pas detyrimin tatimor prej tyre, sipërmarrësit e turizmit sugjerojnë gjurmëshmërinë e çdo veprimi që kryhet online. Nuk besoj se do zgjidhi gjë, sepse bëhet fjalë për 1/5 apo 1/6 e kapacitete akomoduese që janë hotele. Dhe duhet kuptojmë që janë 2000 hotele me 30 shtretër mesatarisht në Shqipëri. Pra, 80% hotele janë bizneset vegjen me 20 deri në 30 dhoma, të cilët kanë menaxhim familjar. Jo të gjithë mundet që 5 muaj të vitit ta kenë 65% të zënë. Nuk bëhet fjalë për korrikun dhe gushtin, që sigurisht do jenë të zënë. Vendosjen e referencës në industrinë e turizmit e paralajmëroi kryeministri Edi Rama në tetor të vitit 2023, duke ngritur shqetësimin se shpesh hotelet dhe apartamentet nëndeklaronin numrin e dhomave të rezervuara dhe çmimet e tyre, e përpasoj paguanin më pak detyrim tatimor.